Po kryesorja ka qenë që kemi mësua alfabetin e gjuhës shqipe. Na ka munguar fletorja, lapsi, libri, me motrën time me shkonim në shkollë, një lapse ndanim për gjystë për ton vitin, një fletore e prenim me bresk për gjystë edhe përdorëm qatë fletore ton vitin. Po me thënë të drejtën, me njërë mas luftës dytë botnore, analfabetizmi ka qenë në kolum, thot dikon përmbi në 95% e popullatës kanë qenë analfabet. Fatmirësisht u hapen shkollat me angazhimin e njerëzve të kohës, të cilët kanë dhënë atë kontribut për atë kohë, në ato kushte, në ato masa, po prapë se prapë kanë dhënë ndihmë dhe në hap shkolla në për gjitha këto fshatra. Diku ma heret e diku ma vonë, por dikon nga viti shkollor 1926-27 kanë vazhdimisht në hap shkolla në këtë rreth. Me vështirësi të mëdha kemi arrit ato që kemi mujt më arrit, po kryesorja ka qenë që kemi mësua alfabetin e gjuhës shqipe, që ka qenë kulminante për ne të gjithë. Atë botë kanë fillu dhe janë angazhu edhe shumë të ri edhe të reja që të japin maksimumin që të zhvillohet kryesisht alfabeti i gjuhës shqipe, që janë bo edhe shumë aksione për zhdukjen e analfabetizmit, duke organizuar lloj kursesh edhe në paroda, në për shtëpia, përveç në shkollat e rregullta që është zhvilluar mësimi i rregullt. Kemi pas vështirësi të mëdha, na kanë munguar mjetet mësimore, kanë munguar mos flasëm për mjetet konkretizimi apo diçka tjetër, por mjetet themelore na kanë munguar fletorja, lapsi, libri. Për shembull, unë personalisht me motrën time me shkonim në shkollë, një lapse ndanim për gjystë për ton vitin, një fletore e prenim me bresk për gjystë edhe përdorëm qatë fletore ton vitin. Kështu që ato vështirësi të mëdha mos u kthefshin kurrë te popullata jonë, kanë qenë shumë të vështira, por megjithatë është arrit shumë, jo pak, por shumë, sepse kemi kërcyer, si thuhet, prej minus 10 e kemi dalë në plus 10. Kështu që prej plus 10 atëherë kanë vazhduar gjeneratat tjera, dhash Zoti shkojmë me plus 100 dhe ma tutje.